Hadithin që sot kam përzgjedh Kutsi me e nda së bashku në këtë emision të bukur e të begatshëm. Me këtë hadith Kutsi që sot do ta paraqesim para nesh, është hadith myshdhëdhënës dhe dhurat për gjithë njerëzit, pa marrë parasysh se a mundon me bo mirë apo mundon me bo keq. Do të thot, pak tingëllon si e pazakont ndoshta ajo pjesa tjetër që thamë për ata që edhe bëjnë keq. Se me të vërtetë Allahu në këtë hadith jep myshdhe edhe për besimtarin që ndoshta ndonjëherë manipulohet nga epshi i tij, nga egoja e tij, nga shejtani i mallkuar, i cili na shpije ka rruga e keqe dhe ajo e devijuar. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu azza wa jalla: "Idha arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, idha arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha." Thot i madhi Zot, hadithi që e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur robi jam mësyn një të keqës, ju thot me laçeve, mos ja regjistroni atë të keqe derisa të praktikon dhe zbaton atë të keqe. Me laçet regjistrojnë hoxha, po? Me laçet shkruajnë çdo send dhe dinë edhe niyetin ton. Shifeni idha arade kur ja ka mësyja, e se ka bot keq. Thot Zoti i Madh, kur robi jam ja ka mësy një të keqës, është nis ka marr rrugën me shku me bën një të keqe. Me laçet e din se ky është nis me bën një të keqe. Ju thot Allah me laçeve, jo mos e regjistroni. Shifeni sa i mëshirshëm është Rabbul Alamin. Me laçeve që janë kiramen katibin, janë regjistrues të sinqerit e devotshëm, që çdo send regjistrojnë me sinqeritet dhe me drejtësi, atë që e bën robi, do thot me gjitha detajet e veta ka me laçe të angazhuara nga Zoti i Madh enkas për regjistrimin e veprave tona. Ju thot i Madhi Zot me laçeve, këtij robit tem që është nis me bë të keqen, e ka bën jetë, e ka bën planifikimin, e ka bën organizimin, ka filluar edhe vendost zbatimin, është nis. Po. Allahu azza wa thot mos ja shkruani mëkatin derisa të e bën atë. Mos e shkruani mëkatin. Mos e shkruani mëkatin, veç pse e ka bën jetë. Robi në këtë rast është vendos që ta thënë një ligj të Allahut azza wa jalla. E ka bë planifikimin në mendjen e tij, në imagjinatën e tij, në fantazmën e tij, si e ka planifikuar atë të keqe. Ka vendos me thirr ligjin e Zotit, Allahu për kujdeset për atë. I thot me laçeve, mani, mos ja shkruani gjëna. Pritni. E thot Allahu azza wa jalla në hadithin kursi, fa in amilaha faktubuha alayhi sayyi'a. Thotë nëse e bën atë të keqe, shkruani një të keqe. Shkruani një të keqe. Një herë shkruja, mos i shkruaj 2 herë, 10 herë, 70 herë, 100 herë, mos e shkruaj për çdo planifikim gjunojnë në vete. Jo, me laçeve thotë, një herë shkruaj gjuna. Mos ja shkruaj atë që ka planifikuar, ka organizuar, ka shkruar ndoshta. Ka bën mapa, skica ka bën. Organizime, është konsultuar me njerëz, se edhe keqja kërkon një farë logjistike, kushtimisht thonë. Qartë. Allahu i Madh ju drejtohet me laçeve thotë, nëse robi me të vërtetë e ka marrë guximin dhe e ka bën një të keqe, atëherë shkruani atij një herë atë gjuna që e ka bën. Mos i shkruaj më tepër. Vetëm një herë shkruaj gjuna. Subhanallah, tani jemi në Ramazan. Qëtash mas iftarit e kemi let na me pi kafe, uje. Me pi kafe dhe uj. Po, llogaritë në Ramazan. Dikush duke qenë agjërueshëm, e thrasin shokët e vetë jo të mirë, dhe i thonë, hajde të shkojmë në një pije, të shkojmë me një kafe. Edhe ai niset prej shtëpisë.
Agjerueshëm është. Po. Niset për i shtëpisë me njetë me shku me pi një kafe. Pra me thi ligjin e Zotit, me prish agjerimin e tij. Allahu Azza wa Jalla thot me la që mos ja shkruni mëkatin. Derisa ai të e bën mëkatin. Se ndoshta rrugës robi mund të pendohet. Ndoshta rrugës mund të shef diçka. Ndoshta rrugës mund të ndodh diçka që ati kam ja përkujtu frikën e Zotit. Ndoshta dikush ja bën një telefonat edhe jep një këshill tërthorazi pa e kuptuar ky telefonuesi se ky çfarë qëllimi dhe çfarë niyeti ka. Zoti i madh, jo se nuk është i kënaqur me mëkatet tona. Ajo po se po. Madje edhe na ruan, edhe na mbron, edhe na toleron në qëllimet tona të errta e të këqija derisa ato të i zbatojmë dhe të i praktikojmë. Dhe na jep shans, na jep mundësi që neve të përmirësojmë të korrigjohemi. Gjatë atij vakumit kohor, mes niyetit dhe praktikës apo zbatimit, me laçeve u andalon që të regjistrojnë mëkat për robin e vet. Ky rob i cili është mëkatar, është gjinaqar, me qëllime të errta e të këqija. Edhe ndaj këtij Allahu ka një mëshirë jashtëzakonisht të madhe. Ky hadith është myshdhe për çdo rob dhe për çdo besimtar, dhe sicilit prej nesh. Na jemi njerëz, gjithve na vinë mendime të errta dhe momente të errta që na shkon mendja ka e keqja apo ka ajo që është e dëmshme dhe ajo me cilën nuk është i kënaqur Allahu i jon. Vetëm të kujtojmë këtë moment se Allahu i ndal me laçë dhe i thotë mos e regjistroni robit të mëkatit. Vallahi kjo ka me na shpina mu largu prej atij mëkati, prej atij qëllimi, prej atij synimi. Ka me na përkujtu dashurinë e madhe që Allahu i madh e ka ndaj robërve të vet. Ka me na ardhur prej Allahut sa e çfarë përkujdesi ka për ne dhe na si ja kthejmë Allahut atë përkujdes dhe atë dashuri që e ka ndaj neve. Ka një moment që shpeshherë neve na hi këto, një detaj shumë i rëndësishëm, se Allahu me laçet që i ka kriju me një mision të caktuar, apo për një mision të caktuar, me regjistru veprat. Ju thot ative jo, kthejeni ligjin këto. Mos regjistroni. Ndalni kamerat, ndalni lapsat, jo ndale. Robi jem veç e kam sy. Ama o Zot që jo ala se ka bo, ne. Allahu do të thot e then rregullin e vet, u andalon krijesave, pra me laçën këtë rast që kanë enkasat punë, u andalon të kryjnë punën e tyre, vetëm e vetëm të jep një shans robit të vet, e ti thot o robi jam mos largohu, bëhu pishman. Kur na këtë hadith të e kuptojmë, andaj e përmenda me qëllim e kum përzgjedh tash në Ramazan. Ramazan do njëre dikush edhe na nervozon, dikush edhe na provokon. Veç kur ta kujtojsh një të keqe, mendoj se me laçet nëse e bën atë keqe kanë me ta regjistru. S'na ka hije neve në Ramazan regjistrën të mbushim me punë të këqija. Me gjënaje, me mëkate, me fyerje, me ofendime ndaj bashorteve tona, ndaj familjarëve tonë, ndaj shokëve tonë, ndaj xhamatit në xhami, ndaj kolegëve në punë, ndaj shoqërisë tonë komunikacion. Është turp në Ramazan, sikur se e kemi stomakun tonë më të butë, shoku se s'kemi ushqim në te, na du të me pasë edhe zemrën të butë. Na du të me qenë karakter më të butë. Du të me qenë ama tolerant, du të me reflektu agjerimi jonë. Më bënë Allah për ndërprerje, deshta pak të rikthejmë në temë. Dhe më thonë, jam sin të keqës me e bënë, por nuk e bënë. Ta shunë Allah një të mirë, apo? Për shkak se se ki bënë, absolutisht. Pikërisht. E thot pejgamberi sa në hadithin kutsi, që Allah e thot, fe ina me la fektubuha le bimithlia. Thot nëse e ban të keqen, shkruani ati një të keqe. Pastaj thot pejgamberi sa në hadithin që e transmeton prej Allahut, wa in tarakaha min ajdi fektubuha lehu hasana. Edhe nëse robi jam e lën të keqen, nuk e ban, shkruajeni ati një të mirë. Ka dalë, çka boni ai të mirë? Kur gjë s'boni të mirë. Ai si boni as gjë s'boni të mirë. Kur një farë shpërblimi, kur një farë sevapi punë të mirë s'bëri.
Pas një Ai e vepër pat se një qëllim të keq, rrugës duke bëha qëllim të keq, u bo pishman. Allah i thot me laqeve shkruani një të mirë. Shkruani një sevap. Shkruani një sevap. E dikush dhe thot, po mirë, kjo a vlem për atë që ja kam sy të keqës, e duke shku me e bo, si kurse dikush, ja kam sy të keqës, të e kap gotën e kafës në Ramazan, tu dash me pi, thot, estakfir Allah. Se prishi Ramazanin. Pa turp mare prej Zotit me prish Ramazanin. Kjo e pe fitoj ka plus një sevap. E fitoj sevap. A ky ka ardhur me prish Ramazanin, për shpije ka dalët, këtë më sheft ka shku dikon, tamam e kap gotën, thot, estakfir Allah, elen. A e la gotën, Allah thot me laqeve gëzohet Zotit ma. Po, qka ndodh? E mur gotën dhe e prishi agjerimin. E prishi. Thot Allah, shkruja një robit tem, një gjëna. Po do shti me marë për zdyti. Edhe ju kujtu, thot, qka bona, ku, vaj prej me, për mua. Ha? A ndodh kjo me njërë? Ndodh. Na jemi njerëz, ka bëjmë, o vla. Dhe pikërisht, fakti që njeriu gabon dhe pendot, njeriu e bën krijesën më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. E mori për së dyti, mas e prishi agjerimin, i kujtu dhe tha, stakfirullah, çka bona. Si guxova dhe e la gotën. Zoti i madh gëzohet, thot me laqeve, shkruani robit tem një sevap. Se u bo pishman. U bo pishman. Ky rob duhet ta kompenzon këtë ditë agjerimin. Ama dhe në momentin kër e la gotën, nuk e vazhdoj ma, Allahu i madh ju thot me laqeve, shkruja një robit tem këtë. Dhe më thonë hoq, interum, Allahu nuk don robin e ti me dënu, si pas të hadithit. Allahu don të shpëtoje, don të fusin në xhenet, jo pa tjetër të shtjen në xhenem. Në formë direkte, ky hadith kutsi të regon mëshirën e madhe të Zotit madh ndaj robit vetë edhe kur ai gabon. A mund të paramendoni që njeriu të mësyn të thënë ligjet, planifikon të thënë ligjet, e Allahu Azza wa Jall. E Allahu përsëri gjatë gjithë kësaj kohe të trajton atë me mëshirën e tij. Me laqeve të thotë, mos ja regjistroni derisa ta ban, ndoshta se ban. Dhe kur ta ban të keqen, përsëri Allahu thot, shkruani një të keqe. Por përsëri ja mundson Allahu pa ndëshku në këtë dunjë, që ati me adhon një shans për pendim. Që ai në momentet që e braktis të keqen, Zoti thot, a e braktisit keqen, shkruaj një sevap. Se e la të keqen për hir të Zotit. Veç du të ndjem një jetin në zemrat tona. Që kur të braktisim një të keqe, të elon për hir të Zotit. Zoten, i gjithë agjerimi është i ndërtuar mbi niyet, mbi qëllim. Agjerimi është adhurimi i niyetit, i qëllimit. Me niyet është, me qëllim është. Është diçka mes robit dhe krijuesit. S'ka agjerimi reqate, nuk ka reqate. As abdes nuk ka. Askush nuk të shef se falesh apo merr abdes. Agjerimi është një adhurim krejtësisht një dimenzion ndryshe prej asaj që na e dim në adhurimet tjera. Andaj kur robi e ndjen atë niyet, atë qëllim në zemrën e tij, se po i loç këtë vepër të keqe për hir të Zotit, po bën pishman, Zoti i Madh i shkruan sevap atij. Andaj gjithnjë, edhe kur të bëjmë mirë, të bëjmë me niyet që Zoti më na shkruajt shpërblim. Nëse na e bëjmë të mirën ashtu kot e kot, pa ndonjë qëllim për me fituar shpërblim të i madh i Zot, ajo mbetet vetëm si një punë e mirë në dobinë e kolektivit. Po nuk është një punë e mirë e cila do të gjejmë atë në ditën kur do të dalmë para të madhe të Zot. Se kemi bëu për Allah. E kemi bëu njerëzit me na bëu aplauz. Njerëzit me na falënderu. Njerëzit e bënë punën e mirë, të bënë në aplauz, tamam e morën shpërblimin. Ti e bëra atë vepër për aplauz. Pa më parasysh të është agjerimi, kështu është adhurimi, a është sadakaja, lëmosha, ndonjë punë e mirë shoqërore, humanitare, nëse na nuk e bëjmë për hir të Zotit, për Allah, dhe e bëjmë ndonjë qëllim tjetër, humbet poenta e shpërblimit ton. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton prej Allahut, "Wa idha arada an ya'mala
an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasana ose faktubuha alayhi hasana. Thot kur robi jam sy një të mirës, e ban jetë ta bojnë një punë të mirë. Falam ya'malha, bot pishman se ban. Allahu thot, shkruani, ju thot me laçeve, shkruani robit tem një sevap. Pse ka bu planifikim me bo një të mirë, në moment, për x arsye, për x rrethona, nuk e bërit mirë. Sikurse, e bën njetë të niset filan studentit, kja qënë t'ja jep një dhuratë, si student. Duke shku të studenti, e thirin telefon, dhe i thonë, eja të puna se na dush, pak, shkon të puna, vazhdon me jetën e ti, studentit si ndimon. Studentin mbetet pa dhuratën. Studentin mbetet pa dhuratë. Studentin mbetet pa dhuratë, ky mbetet pa adhon dhuratën, apo të Zoti mbetet shpërblimi për qëllimin e mirë që e pat. Si ka shku mendja se studenti ka nevojë për një ndihmë, për një përkraje morale dhe materiale. E bën një dikujt me adhon një sadaka, tama me shtin dorën në xhep, i shef, ki mendu se i ke, me thonë kushtimisht në xhep, 1.000 dinar, kur ta shuj se i ke 500, ose t'ja apën e 100, mbetëm me pak të holla, ose më prishet në do një x plan, edhe s'jep. Shkruan Zotë një sevap. Dhe të ketë, jo me bo për manipulim, por me bo sinqerisht. Nuk është ky një veprim mekanik. Pa i bëj kurse du me adhona, mas pe. Ja, kjo kanë tri kështu, kanë me dollë plot neo derviqe, kanë me thonë, bona njetë me shku në haqë, së në shkova. Po, së në shkova, ja. Kjo është manipulimi vetë vetës të. Unë po flasë, sinqerisht. Një me, po. Me gjithë zemër. E bën njetë me bën njetë mirë, s'mundësh. E bën njetë me shku t'i kanë me vizitu për iftar. Ta ma më njësës që të ndodhë një defekt, s'mund dikush Zotin mos e boftë, mbetesh pa shku të ka i njeri. Shkru të ka Allah një sevap. Sikur me pas shku me e pas vizitu atë njeri. Mëshira e madhe Allahu të azogjel, vërejni tash dalimin. Tek i keqe, që bën një jetë keq, të mos ja shkryj një jetën e keq. Se ndoshta se ban. Tek i miri, një jeti dhe qëllimi i mirë, thot, vetëm për faktin që ky ka bo një plan të mirë, shkryja një sevap. Ka marrë iniciativ. Qofta edhe në mendjen e ti, qofta edhe në imagjinatën e ti, Zoti i madh, thot, shpërble robën të, me laqeve thot, shkryja. Subhanallah, standardi dy fishta kja. Tek i keqe, që me ndonë keq, Zoti thot, mos i shkryj gjëna. Për ta më shiru Allahu i madh, gjinahqarën dhe gabimtarën. Te kuptojmë subhanallah, sa Allahu sa e donë dhe sa e më shiron dhe falë edhe gjinahqarën. Allah e thjesht, për këtia dithi, kuptojmë që Allah do robin e vetë me e qunë gjenet, jo me dënu. Subhanallah. Andaj rruga e gjenetit është shumë e lejtë. Shumë e lejtë. është shumë e lejtë për atë që me të vërtet e donë gjenetin. Me të vërtet që ja ka mësy rrugës për gjenet. Wallahi, Allahu i shkruan robit shpërblim edhe kur ka qëllime të këqija, vetëm ti braktiset këqijat, qëllimet e errta, e të këqija e dëmshme për vetveten dhe për njerëzimin, Zoti i madh e shpërblen atë rob të vetë. Subhanallah, e nga ana tjetër, kur robi mundohet dhe bën një plan të mirë, për një vepër të mirë, për një adhurim të mirë, për një gjest të mirë, edhe nuk e bën atë. Allahu Azza wa Jalla i thot me laçeve, shkruaja robit tem një të mirë. Shpërble robin tem. Vetëm për faktin se ai ka pas iniciativë të mirë. Pse sa herë iniciativa të mira njerëzit kanë planifikuar në mendjet e tyre, madje edhe në letrat e tyre, ama s'kan mujt mi praktiku. Ka ardhur dikush pas atyre, vetëm pse i ka ditë ato iniciativa të mira, ka marrë e ka vazhduar aty ku e ka lënën dikush që ka qenë iniciatori asaj të mire. Andaj Zoti e ka shpërblijat. Vetë pse e ka menduar ai të mirën. Vetë pse e ka planifikuar të mirën. Zoti i madh e ka shpërblijë atë rob për atë të mirë. Pastaj thot Allahu Azza wa Jalla, fa in amilaha faktubuha lahu bi 10 amthaliha ila 700 dha'fan. Subhanallah. Edhe nëse robi jam atë plan të mirë, atë punë të mirë që ka pas në planin e tij, e ka
praktiku, e ka bo atë punë të mirë. Thotë Allahu Azza wa Jall në hadithin kutsi, shkruajni robit të më shpërblimet herë 10. Allahu. Herë 10. A halaka, sëna, sukri. Thotë i madhe Zot, herë 10 deri në 700 fish. Vetëm po ushtoj kanë zerët. Jo, herë 700. Jo, 700 fish. Një fish, 2 fish, 3 fish, ma e i te kalon numrat normale, herë 700 fish. Jo herë 700 herë 700 fish. Qështu kina më nalë, gjë, se... Ndalu sa dush se knashmi me myshdet e Zotit që Zotit ja ka dhonën besimtarve. E bonën jetë me bon një të mirë, se bonën. Një sevap. E bonën jetë me bon një punë të mirë. E bonën atë të mirë. E bonën jetë dikujt me adhonën 1 dinar. 10 dinar. Thot i madhe Zot, shkruja robit tem këtë 10 dinar herë 10. Sa banën? 100 dinar, thot shkruja. Ti 10 i dhave, atje në regjistrin tënë të shkru 100 dinar, sadaka. Ti kur të dalesh para Allahut Azza wa Jall, thuju, no, Allah, ki me thonë, unë e 10 dinarja ku më thonë. Allahu Azza wa Jall thotë, o robi jem, veç pse e ki menu të mirën, e ke praktiku të mirën, ta ku më shkrujt herë 10. Pa e që i dha 100 dinar, pa e që i dha 1.000, pa e që i dha 10.000, e pa e që i dha 100.000. Subhanallah, vetëm herë 10. Jo, s'ka. Nuk ndalet me kaq. Thot i madhe Zot, herë 700 fish. Herë 700 fish. Kujna nuk dihet, pikërisht Allahu mundet që ati që i ka dhonë 10 dinar, Allahu i madh 700 fish me ashtë përbli, atë 10 dinar që e ka dhonë. Kur dalim ditë gjykimi shumë ka. Kur dalim ditë gjykimi shumë se vape, shumë të mira, e ki bo një vizit të janë shkryt 10, e ki bo një busqeshje, që në Ramazan kimi nevoj pak ma hepi me tinglu, mës me dalë kitë kështu të vrante, kitë, si me na e vra babën dhe kërta. Smile njeri, jam kërta pak ma shpesh duhet këtë, të ja përkujtëm njëri tjetrit, zatën edhe busqeshja hub kalori, ba i do kalori, edhe bim zaif, sëna, edhe për dietë është e mirë busqeshja. Allah i trujtë, Zot. Elhamdulillah, pak ta relaksohemi, po. Të relaksojemi, se dhune dhe ti kemi hinë teme dhe kështu diqysh, kemi kapë shumë seriozisht. Këto janë thjesht jetë, nuk janë veç tema, nuk janë veç një ders. Elhamdulillah, el Fatiha e kryetën, dhe ajde për shkojmë ka shpia. Ja, kjo është jeta jonë duhet të jetë kështu. Na jetën tonë duhet të jetësojmë me fjallë të Allahut Azza wa Jall. Sjelljen tonë, fjallorin tonë, duhet të jetësojmë konform këtyre porosive ynore që na i përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej Allahut Azza wa Jall përmes gjuhës së tij të sinqertë. Na duhet të reflektojmë, na duhet të mundohemi në çdo mundësi dhe në çdo shans e madhe apo e vogël të bëhemi mjeshtër të fitojmë shpërblim. Alhamdulillah. Na fitojmë shpërblim veç kur e shikojmë dikën edhe buzëqesh. Kemi shpërblim. Pse bona në jetë me i buzëqesh vëllau tëm, pak ti përcjellin një energji pozitive. Mi thonë se nuk ka be dunjoja krejt zi. Ajse, dhe bëhet të mirë, në koptan. Po i apë edhe dorën, e shkundi dorën, i shkund mi gjënat bashkëna. Kjo punë është e mirë. Herë 10, herë 700 fish Zotin e është problem. Po të regoj se dikush mendon se kjo vlen vetëm për namazin. Me që ne po i përmendi këta. O çdo punë e mirë, o vëlla. Çdo punë e mirë, po. Fonti i punëve të mira s'ka fund në mërtime. Punë e mirë është me puth nanën ballë. Punë e mirë është me puth babën ballë, me qafë, me gush, me gëzuat. Ajo që s'ka pare, po. Me adhon një dhurat. Besoni që të na është një gabim shumë i madh. Kam pëtare, kam vërejt dhe kam bisedu me shumë babalar tonë në xhami ku shërbej, dhe i pys, a djemë të vëjapin dhuratë, o, që të natë mira të kena, po ma, a i shkon në menja, vala, jo be, që, asune se kam trajtu këtë kursi tematik, mi thonë, a ti jep dhurat shokve, jep dhurat hoxhës, jep dhurat ati këti, babës e këtë në vëlla, jep dhurat a thmive to, babës e këtë në dhurat. Besoni që dhe ata gëzohen.
A mi dhonë babës dhurat, vallë, është shumë ma se vabë sa mi dhonë dhurat një shokit, një dostit, e zakonisht të tritë shok, dost, di kafe i pinë, qka i ki dost? Me di kafe, dost nuk bot njëre. Babës a i dostit i ka dhonë, ati di kafe i ka pi veç njëtën e vetë, babës si shkon me indja mi dhonën dhurat. Për gjitha këto kemi shpërblimet e Zoti. Here 10, here 700 fish. Më stasmi motrës, vlaut, thmive tonë, bashorteve tona, që tani në Ramazan për kujdesën për neve, të e kryin një mision shumë të rëndësishëm dhe kanë një rol shumë kyç në organizimin e jetës fetare, edhe pse kur kush të llogarit këtë organizim të jetës fetare. Po, është organizimi i jetës fetare, se iftari, syfiri janë simbole fetare që janë pjesë përbërëse e agjerimit tonë. Po nëse këto besimtare nuk përkujdesën për neve, a ne burat dhe bëjmë iftari, syfiri. Divez nuk di mi përgjit. Po edhe mi përgjit, di djegim, ose di bëjmë me shumë kryp, dhe bëjmë diçka dalashëm. Kjo është ajo, se qatë bukuri iftarit, syfirit, ja jep ajo sofër, cëllën sofër në ndonjëre harem të kuptem se pas kësaj sofre të bukure të madhe që ndron një besimtare e bukur dhe e madhe dhe zemër bardhe. E cila fiton shumë se vape. Shumë se vape. Aja e merë se vapet e gjithve që agjerejnë në sofrën e saj. Ajo, nëse janë 7 antarë të familjes e xherus, asaj i konsiderohet sikur 7 ditë për një ditë mi agjeru. Here 10, here 700 fish. Here 700, vetëm shtohen, kështu që miq dhe motra të nderuara. Shikoni, lumë për ato besimtare që thrasin dhe mundon me shtru sofra iftare në shtëpiat e tyre. Edhe sot mëkat është me shtru sofra iftare. Na i kemi mri sofrat e iftaret për çdo 2 ditë, 3 ditë, për çdo ditë mysafir ja kanë ardhur, ja kemi shku me kushte mizore, as kuzhina si kushi, as ujë të nxehtë, mos flasim me maqina për larjen e enjve dhe aspiratora, ku diçka. Tash kuzhina tona, elhamdulillah, si cila është restoran në vete. Pajiset që i ka, dhe shumë let, dhe me shumë kollajllëk, sot mund të përgatitet një iftar në shtëpiat tona. Është e vërtetë se kërkon ajo mund, sakrificë, por është shumë ma lehtë. Se maqina e pjek bukën, maqina i lan enjt pa la, maqina e zin ushqimin, gjitha janë këto maqina që, aparate, që ja lehtësojnë edhe organizimin e iftareve, dhe thotë, nanave tona, bashorteve tona, motrave tona, që ata mos ta privojnë vetveten nga ky shpërblim. Dhe të mos mendojnë se iftari në për restoran e ka të njëjtin shpërblim sikur iftari në për shtëpia. Ajo që e ban me dorën tënde dhe ja jep dikujt, është shumë ma shumë e vlefshme dhe shumë ma shumë shpërblime ka të Allahu, se sa atë që shkon e blenë dhe ja jep. Andaj, na duhet të e kemi të qartë se tani në Ramazan, kur dyert e xhenetit janë të hapura, kur shetani mallkum është i prangosur, ku skena e punëve të mira është me kushe shumë të vëllitshme, që shetani është i prangosur, dhe me këty s'ke armik për para vetës. është ti bësh armik i vetvetes ose mik i vetvetes. Mos ja le fajin atij këtij. Tash ti ki fajt ose ti ki shpërblimet. Tash i kemi shansën me fitu shpërblime të ndryshme, të laramanishme, me njet dhe me qëllim që Zoti i Madh me na i shpërbli ato 10 fish deri në 700 fish. Shtash Ramazan e ki shumë let edhe me dhon sadaka, e ki shumë let edhe me thirr njerëzin në iftar, që vetë ambienti ata ta lehtëson, e ki let me shku në ligjërat, se ka cilësh ka ligjërata, e ki let me shku në taravise, gjithë shkojnë, si të ham iftar na shkojmë në taravia, namaz nate, pra taravia është namaz e nate, konsiderot, namaz nafile, me shumë shpërblimet mëdha të Zotit, po ati takohesh me shumë njerëz, po shumë për hajra, shumë buzëqeshje, shumë përshëndetje, shumë takime, gjitha këto janë shpërblime. Në Ramazan është
edhe humanizmi pjesë përbërëse e Ramazanit. Është zakonisht populli jonë zeqatin e jep në Ramazan, populli jonë fitrin e jep në Ramazan. Gjitha këto janë për kategorit e prekura në shoqëritë tonë që kanë telashe dhe vështirësi ekonomike. Pra kemi një solidarizim që reflektohet nga zbutja e zemrave tona në këtë muaj të bekatshëm e të madh që Zoti i Madh ka përgatitur. Shumë myshde për besimtarët agjërues. Andaj, unë me qëllim për zodha këtë hadith. Se dhe Ramazan dunja në shkon mendja ka e keqa. Unë dua të jem realist. Nuk mund të themi se tani në Ramazan kitë me lache bëjmë. S'mundemi të bëjmë me lache. Pikërisht ky fakt që na gabim dhe pendojemi na bën më të veçantë dhe më të dashur te Zoti. Madje njeriu në grada me pendimin e tij arrin mbi gradat e melaqeve. Sa i pendohet edhe gabon dhe përsëri pendohet. Melaqja nuk gabon, dhe s'ka shansa në pendimit. Se s'din me gabo, i krijuar është, melaqja është e krijuar si krijesë mos bën gabim. Njeriu është i tillë, është fleksibil, aty është mirë, aty mund të jetë keq. E Zoti i Madh na çon porosi. Robjem, edhe nëse shkon mendja keq, si rezume do ta jap që ndoshta edhe nuk e di me kohën si jemi. Zoti i Madh na çon porosi neve, edhe na thotë o robjem. Edhe nëse të ka shku mendja me bën një të keqe, braktisa të keqe. Largo prej asaj. Mos e bën. Po të shkruish problem. Po edhe nëse e bën, mos bjen depresion. Mos e mërzit. Mos mendo se u bë fundi i botës. Mos e përsërit atë. Zoti ka me ta shkryt, shpërblim. Vetëm mos me përsërit, Zoti ka me ta shkryt, shpërblim. Veç pse e braktise, por irtë Allahut. Po dhe nëse je duke e bo, lene, e kape, thuj stakfirona, lene, ani se shkova aty, nuk të ka prish agjerimin, Zoti ka me të shpërblim. Po edhe nëse e bo në njerë, një fit e pite, e konsumove, e provove, e prish agjerimin tonë, mos e pi për së dyti, leje, braktise. Zoti ka me të shpërblim pse e braktise atë vej për të keqë për hirtë Allahut azza. Dhe mësia të mirës. Se veç me bo njetë, me bo mirë, veç me bo plan. Allah ma mund të soft, të bom studenti maj mirë, shpërblim të Zotë. Allah ma mund të soft që këtë falem sot në gjami. Edhe nëse nuk mundesh me mërija, e ban të jatë planin, për i kësa arsye ja nuk mund të më. Zotë ka me ta shpërbli. Para mendojni, gjithë njërzimi me mendu në formë pozitive. Po na kina me reflektu pozitivitet. Botës më shumë ti i mungon sot pozitivitetit, jemi pozitiv. Shumë njerëzi nuk bëjnë keq, ama janë negativ, reflektojnë energji negative. Edhe pse s'bën keq. Gjithë na themi botës sot më shumë ti i mungon reflektimi i energjisë pozitive. E që po janë disa njerëz negative. E kur gjusë s'ka bo ti keq, ama vetë kjo të regon se e ka kultivu në brendin e ti një energji negative, që ajo reflekton edhe njerëzit i mban ma largë dhe mandin sot, dhe njerëzit ka ndroj me ofër. Pa i cilë është pozitiv, a i veç me ndonë mirë, veç mirë, a i mu parekosh, me laqe. Dhe me atë njëri, gjithë njerëzit kanë dëshirë dhe ndjejnë kënaqësi dhe komoditet kur janë në shoqërinë e tij dhe janë me të së bashku, bisedojnë, debatojnë, diskutojnë, mundon me bënë ndonjë punë të mirë bashkë, po edhe nëse nuk e bëjmë përsëri madhe Allah, i shpërblen ata me kanë një sevap. Po kur ta bëjmë, kemi të bindur se herë 10 deri në herë 700 madhe. Zot ka përgatitur për neve surpriza. Subhanallah, do më thonë shpërblime mdoja, herë 10, kur e tregova ditin herë 10, mendova ta marrë një digitron të këto bashkëpunëtorë që ta bëjmë një hesab, se ja, po mësen herë 700, tash kjo i blokon edhe digitronin edhe kompjuterin, po mas Ramazanit kam plan të thiri një matemacient, edhe që ti bëjmë pse ja, ajte marrë është. Ta logarisim këtë hadithin me numra, kështu. Ka shumë hadithet. Edhe tjera hadithet. Të kësaj natyre, mirë do të ishte që me ndonjë matematicient, ti bëni këto logari sa dalin kështu me numra. Sa dalin, pse jo? Pse na xhallar këto numra shumë herë 700.000, shumë numra, ato janë për biznismena dhe matematicienta.
Allah i shpërblet për pesmari ishte kënaqësi o xhindrum. Amin. Unë e lutë Zotin e Po, Madh për fond. juve, stafin, ata që kanë qenë shkak për realizimin e këtij emisionit. Allahu herë 10, herë 700, herë 7000, herë 700.000 t'ju shpërblen, herë pa numër t'ju shpërblen. Alhamdulillah, Allahu ekber. Besoj se kjo është Së motivi. bashku me dëgjuesit e juaj. Amin. Amin. Faleminderit shumë o Me xham. nderqoftë, Zoti ju shpërbleft. Oh, alhamdulillah. Gëzohemi kur kemi kësi lutje.